Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë pas hapësirës së reklamave për të gatuar një tjetër recetë përmetare të traditës së përmetit, sigurisht kemi zgjedhur ato më të njohurat. Po, më të njohurat. Padyshim pafund receta për tu eksploruar, të cilat do t'i shpjegojmë pak më vonë me të ftuarat tona. Tani do të gatojmë ato reshetinë e famshme përmetare, apo jo? Fillimisht Regina ndihmon me produktet, çfarë i duhet në tryez, secilës anvis për ta përgatitur reshetinë e njohur të përmetit, një ëmbëlsirë e cila kënaq miqt pasmit familjarët në për festa të ndryshme. Reshedi e pjekur e përmetit, 200 gram niseshte, 100 gram gjalp, 150 gram sheqer, 1 filxhan kafeje i qumësht, 600 ml ujë dhe arra të grira. Nuk mungojnë arrat në ëmbëlsirat edhe në recetat e përmetit, deri tek likoja famshme e arrave që bëhet kur ato janë të njoma. E padyshim një nga recetat e ëmbla për kur viziton përmetin dhe kërkon në restorant apo në familjet përmetare është pikërisht kjo e reshedis. Tregojmë tani hapasapi procesin. Masën e ujit që e kam këtu, shtoj gjysmën në proces termik dhe gjysmën në një enë. Tek ujit që kam në proces termik, shtoj sheqerin. Në përzierje. Dhe e lë të vloj. Bëj tretjen, pa tjetër. Do të shtoj masën e niseshtes. Madje sipas informacioneve që kemi, po edhe zonjat që kemi të ftuar dhe na tregojnë, edhe niseshten gratë përmetare e përgatisin, gatuajnë vetë, që duhet patjetër të tretet tani në ujë, sepse është një proces që e ndihmon pjesën tjetër, Masën e qumshtit, pakës qumësh dhe ujë për dhe niseshten. të gjitha i largoj. Ne vazhdojmë të trazojmë niseshten në ujë gjatë procesit të shkrirjes apo të tretjes së sheqerit në ujë. Të dyja proceset vijojnë paralelisht, ndërkohë tryeza sot është tamam taban përmetar. U tret besoj sheqeri, do të shtojmë tani në të për reshedin edhe niseshten e kaluar dhe tretur në ujë. Tani është momenti që unë duhet shtoj masën e tretur të niseshtes. Derisa të marrë nxehtësinë e duhur, do të razohet mirë, sepse dihet që ka këtë veti, siç e thamë, niseshtja do të çimentoset në fund të tiganit. Pak më vonë, siç e njoftova, mos u largoni, do të njihemi edhe më tepër me gastronomin, kulinarin, recetat përmetare të vjetra dhe ato që kanë rezistuar kohëve, por këtë herë edhe në nivelin studimor, siç vinë dhe studiuesit e kulinarisë tonë. Ja ta lë pak sa. Një qytet dhe një arsye më shumë për të vizituar është pikërisht kjo tryeza e larmishme e recetave që përmeti na ofron, aq më tepër me mënyrën e veçantë që kanë gratë përmetare për t'i servirur pjatat bukur, të duket vetja sikur je jashtë në një restorant kështu luksos, për kujdesin që i kushtojnë estetikës. Kemi shumë mënyra të reshedis. Sidomos jugu dhe juglindja pothuajse e kanë të njëjtë. Po. Dhe reshedia ndryshon në ngjyrë, patjetër dhe nga mënyra e të përdorit, sikurse kemi dhe reshedia e pjekur, gjë që është, këtu kemi atë reshedin që është e bardhë në kokriza, gjë që e përdor skrapari. Po. Dhe kjo është pjesa e përmetit. Reshedia ngatrohet shpesh edhe me ëmbëlsirë tjetër. Disa e quajnë kek me niseshte dhe unë kam dëgjuar shpesh që nuk është reshedi, po se është me niseshte, po pra ka mënyra të ndryshme, krahina të ndryshme patjetër. Dhe është dhe një fenomen që ndodh, po flas derisa mund të kem edhe trajtën e duhur të niseshtes. Jo është fshat dhe zanat, dhe jo çdo qytet, dhe jo çdo zanat, dhe çdo fshat ka një traditë. Për shembull, unë dua dorën e nënës time, se nëna ime e ka përdorur nga ka para të gatim të nënës vet. Por nuk do të thotë që ky është tabani.
Sepse shijet kanë ndryshuar dhe nga gustot e familjes, dhe nga shijet e familjes. Dikush e do me krip, dikush nuk e do pa krip. Pikërisht. Vetë përmeti është ndikuar, gjithsesi ka marrë nga zonat përreth. Ka marrë shumë, si receta, si le themi aspektet të tjera kulturore. Janë recetat të huazuara. Recetat të huazuara, sepse një anglis ka shkuar, është martuar në fshatin tjetër dhe ka çuar zakonet e nënës vet, normalisht duke ndërthurur me ato gatime që ka gjetur në atë familje. Po familjes që ka gjetur. Sepse dikur gatimet i kishte nëna ose vjera. Po. E kishte vjera stafeten, më pas trashëgoheshe tek nusja. Pra ishte një tradit, jo e shkruar, por e trashëguar. Dhe te ku jeni këtu tek trashëgimi, shikojmë që fillon edhe në pikset, si kurse dhe fillon e trashet kjo pra fillon të sopë zatë të zbardhen më tepër nga një sështeja. Mjafton që mos të kryohen celula. Do t'i ullë pak në nxehtësin dhe do t'a punoj. Në fund fare, unë këtu kam grimësuar arat. Gjë që në fund fare, kur të bëhet një masë e shkëputur nga tigani, atëre ne do t'i shtojmë arat. Nuk harrojmë furën e parangrohur, që unë të vendos për pak minuta në pjekje tavën. Çfarë kam në recetën tjetër? Po pa tjetër që kam një oshmarë. Do të qëndrojmë në përmet. Pra, sot ngelemi në përmet. Sofra e përmetit. Sofra e përmetit me larmishmëri të gatimeve tradicionale që na duhet të fokusohemi dhe të njohim më mirë këtë kulturë gastronomike të zonës së Juglindjes bashkë me pasuritë e tjera të trashëgimisë kulturore përmetare, të cilat duhen vlerësuar për kishat, për manastiret, për banjat e përmetit, për zonat dhe pikat e tjera si atraksione turistike, për natyrën e bukur, për kopshtarim, për kujdesin që kopshtarët, fermerët i dedikojnë perimeve, zërzavateve, trëndafilave mbi të gjitha. Ne kemi përgatitur disa ditë më përpara dhe nuk e kemi treguar likon ton. Dhe pse të mos, ta kulloj pak me petalet, dhe t'i sjell në një gotë, për që brenda asaj, brenda oazit të trëndafilave, dhe do të ndjesh këtë aromën e trëndafilave. Kurse, çamëria, këtë gatim e quan sapuni e bardhë. Çamëria. Pra, kemi tradita të ndryshme. Ndihmosh me ato rjetën? Urdhëron? Po. Likeri, disa ditë më përpara, ne për hir të vërtetës ju treguam se si do të përgatisni lëngun e trëndafilave. Ato të famshmin, sipas zonave të ndryshme, llojeve të trëndafilave, ngjyrave të ndryshme. Trëndafilat roza kanina me atë aromën tipike të trëndafilave, u sollën këtu dhe u treguan bashkë me Albanës se si do t'i përgatisni. Tani, në pamundësi për ta gjetur atë kullesën, po e hedh kështu dhe ka një aromë fantastike. Ne po të duam. Ngjyra e shmarë është lëshuar nga trëndafilat. Aroma është ndjellëse. Një aromë thellë e trëndafilave, shija është e ëmbël sepse hodhëm edhe atë mjaltin dhe limontosin. Tani ne kemi masën e duhur të reshedis. Shiko, duhet tjetë e tillë. Pra duhet tjetë si tip gjelatine, ku ne bëjmë gelatinën e kockave. Në fund fare, unë do të shtoj, jap një super shije. Po të duam ne, e vendosim në një tavë për pjekje. Me jep një tavë, po është e madhe ajo. është e madhe që të ketë pak të... Po, të ketë pak... Shiko, e gjithë masa, ose po të duam ne, ose e pjekim, ose në të kundërt, e vendosim lug. E gjithë masa, kjo është. Shiko, një mas e tillë. Dhe sa fillojmë atë zhurmën,
e kalojmë, me një lugë, sigurisht që i duhet të ndyrë sipër. E vendos në gjalp, që luga të mos ngjitë. Jo në ujë, po në. Edhe kjo lyrja jep një shkëlqim sipërfaqes së reshedisë, reshedi me arra, për përbërësit edhe njerë do t'i rikujtoja anvisave të tjera, jo atyre të përmeti, se i dim përmëndësh se si e përgatisin reshedin, i shojmë pak së bashku, produktet e reshedisë së pjekur me 200 gram niseshte, me 100 gram gjalp, 150 gram sheqer, 1 filxhan kafeje qumësht, 600 ml ujë, ose gati 3 gota ujë, dhe sigurisht arra të grira. Paralelisht me përzierjen që do t'i bëjmë niseshtes, qumshtit edhe ujit, në tiganin në sobë do të vendosim pjesën tjetër të ujit dhe sasinë e sheqerit. Pra ja, kjo është. Direkt e marrim dhe e vendosim në furrë. Në sa gradë, pa tjetër që ne e kemi, unë e kam dhe 220, do të atësoj tek 200, pra e ullë sepse kisha gatimin tjetër. Vendos për të pjekur. Dhe